Dhjetra persona dyshohen për shpërdorime shumëvjeçare të sistemit për ndarjen e kompenzimit për ndihmë dhe përkujdesje nga një person tjetër dhe dhënje të paligjshme të së drejtës për pension invaliditeti. Policia nën udhëheqjen e prokurorit nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka zhvilluar aksion në më shumë lokacione në të gjithë territorin e shtetit. Sipas informacioneve të para, bëhet fjalë për dyshime të bazuara për kryerjen e më shumë veprave penale me të cilat është dëmtuar fondi shëndetësor, por për shkak të shtrirjes së aksionit, nga prokuroria thonë se informata do të publikohen pas përfundimit të aksionit. Jo zyrtarisht, mes të ndaluarve ka mjek, antar të komisionit në fondin pensional, avokat, ekspert dhe menaxher kompanie konsulente. Aksioni, siç mësohet jo zyrtarisht, është një rast për të cilin Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë punon për një kohë më të gjatë. Në hetimin paraprak janë përdorur masa të posaçme, me të cilat janë regjistruar kontakte të drejtpërdrejta ndërmjet të dyshuarve, si dhe dhënje dhe marrje rishfeti.